Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra kundër të tjera sot do të ndiqni. Tashmë banorët e rajonit të Gjirokastrës do të marrin një shërbim të munguar deri më sot të matjen e densitetit kockor. Aparatura Dexa është vendosur në punë dhe do të nevojitet të gjitha specialiteteve për të mbajtur në kontroll pacientët e tyre lidhur me efektet negative që sjellin trajtimet e gjata me medikamente, kryesisht ata që marrin kortizon. Hetimet për vrasjen e 44 vjeçarit biznesmenit italian vazhdojnë. 4 të shoqëruarit dhe të pyeturit nga policia ditën e djeshme për orë të tëra nuk nxorën asgjë në dritë për këtë ngjarje që ndodhi të shtunën në fshatin Salari. Prodhimi i bletëve këtë vit ka qenë mesatar për shkak të ndikimit të kushteve natyrore dhe të temperaturave. Familja Osmani nga Gjirokastra, me mbi 30 vite tradit në bletari, vijon të mbaj gjallë këtë zanat. Edmondo Osmani tregon se muaji shtator është periudha më e rëndësishme për dimërimin e bletëve, ndërsa humbja e koshereve është një sfidë e përvitshme. Bashkia Liboho po vazhdon të organizojë aktivitete kulturore që synojnë të promovojnë zonën dhe të rreqin turistë huaj. Këto veprimtari japin vizitorëve mundësi të njohin nga afër zakonet, traditat dhe historinë e Libohovës, duke krijuar një përvojë unike për ta. Ju njohim tani më gjerësisht. Tashmë banorët e rajonit të Gjirokastrës do të marrin një shërbim të munguar deri më sot: matjen e densitetit kockor. Aparatura Dexa është vendosur në punë dhe do të nevojitet të gjitha specialiteteve për të mbajtur nën kontroll pacientët e tyre lidhur me efektet negative që sjellin trajtimet e gjata me medikamente, kryesisht ata që marrin kortizon. Në spitalin rajonal Omer Nishani është vendosur në funksion aparatura Dexa. Ky shërbim i shtuar në përmirësim të shëndetit të banorëve jugor shihet mjaft i rëndësishëm nga mjekja reumatologe Vjolca Koko për të mbajtur në kontroll shëndetin e skeletit të trupit ton, i cili luan rol në shëndetin e përgjithshëm të gjithsecilit. Densitometri bën pikërisht matjen e densitetit kockor që ne kemi. Dhe aparatura që na ka ardhur së fundmi është bashkohore. Ajo jo vetëm që bën matjen e densitetit kockor në mes edhe në të dy artikulacionet koksofemorale, që e gjithë diagnoza sipas organizatës botërore të shëndetësisë mbështeten në këto rezultate të mesit të artikulacione koksofemorale. Ajo ka edhe një gamë edhe më të madhe përveç këtyre, ka për këtyre zonave, ka rreth 7-9, ka se mund të ketë një person që mund të ketë thyer dorën, që mund të ketë thyer këmbën, që jep edhe matje rajonale, periferike. Kjo aparatur bashkohore do të nevojitet në punën e tyre jo vetëm mjekëve reumatolog. Është e rëndësishme sidomos edhe për cëmurët që kanë mjekime të gjata, flasim për cëmurë diabetik që kanë sëmundje inflamatore, flasim për cëmurët me tension që marrin ilaçe kohë gjata, po ne flasim edhe për gjithë ata që abuzojnë me duhan, që abuzojnë me alkool, ose gjithë ata që nuk ushtrohen fizikisht, të gjithë obezët, të gjithë personat që kanë të domosdoshme. Unë në profesionin tim që jam mjeke reumatologe e kam shumë të domosdoshme edhe për pacientët e mi që marrin kortizon. Me rikonstruksionin e godinës, Spitali Gjirokastrës pret të pajiset me të tjera aparatura në shërbime të ndryshme, të cilat do të lehtësojnë bluzat e bardha në diagnostikim në sëmundjeve të ndryshme, për të cilat pacientët i drejtohen kryeqytetit apo dhe klinikave private. Në fund të ditarit informativ do të ndiqni një material më të zgjeruar. Vijojmë me të tjera informacione. 280.000 doza vaksinash antigrip janë shpërndar në të gjitha qendrat shëndetësore të Shqipërisë. Duke theksuar rëndësinë e vaksinimit, kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale apelin e disa të moshuarve për t'u vaksinuar. Me nisjen e fushatës së vaksinimit antigrip prej 22 shtatorit në të gjitha qendrat shëndetësore në vend janë shpërndar 280.000 doza vaksinash, të cilat janë tashmë në dispozicion të qytetarëve. Për herë të parë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ofron për të gjithë qytetarët mundësinë e zgjedhjes së vendit dhe kohës së vaksinimit përmes platformës Ilbenia. Duke theksuar rëndësinë e vaksinimit antigrip, kryeministri Edi Rama ndau sot apelin e disa të moshuarve për t'u vaksinuar. Të moshuarit ju ftojnë të vaksinoheni për veten, për familjen, për jetën. Rezervoni datën dhe orën për veten dhe fëmijët nëpërmjet Ilbenia, u shpreh Rama.
Është pozitive që njerëzit të përgjigjen kujdesit për që kanë personelin mjekësor për shëndetin tonë. Unë kam mbi 10 vjetë që bëj vazhdimisht vaksina, dhe kemi marrë njoftimin nga doktoresha, nga infermierja doktoreshës Gjimsja. Dhe kemi bërë. Unë vazhdoj të jem i bindur për t'i bërë vaksina dhe i bëj. Njoftimin e mora nga infermierja e familjes, ne vazhdimisht çdo fund viti, në fjalë bëjmë vaksinën edhe jemi gjithmonë të interesuar dhe ajo na lajmëroi. Vaksina antigrip mbetet mbrojtja më e mirë dhe më efikase kundër virozave respiratore të shkaktuara nga viruset e gripit që qarkullojnë në stinën e vjeshtës. Aktualisht ka filluar vaksinimi i personelit shëndetësor, ndërsa janë njoftuar qytetarët, gratë shtatzana, fëmijët dhe të gjithë personat që paraqesin rrezik në këtë periudhë. Gjithashtu, operatori i shërbimeve të kujdesit shëndetësor ka angazhuar edhe grupin e punës që do të kryejë vaksinimin në banesë. Sipas udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë, vaksina antigrip mund të bëhet nga personat mbi 65 vjeç, të sëmurët kronik, ata me probleme të sistemit kardiovaskular, të sistemit pulmonar dhe të sistemit renal. E këshillueshme është që vaksina të bëhet edhe nga gratë shtatzana dhe fëmijët e moshës mbi 6 muaj. Hetimet për vrasjen e 44 vjeçarit biznesmenit italian vazhdojnë. 4 të shoqëruarit dhe të pyeturit nga policia ditën e djeshme për orë të tëra nuk nxorën asgjë në dritë për këtë ngjarje që ndodhi të shtunën në fshatin Salari. Policia e Gjirokastrës vazhdon hetimet për vrasjen e biznesmenit italian në Shqipëri, Edoardo Sacci, i cili u gjeti pa jetë një ditë më parë rreth orës 00:30 në vendin e quajtur Dilan në fshatin Salari. Ditën e djeshme, 4 dëshmitarë okular që ishin së bashku me viktimën u ndaluan nga policia dhe u pyetën e u ripyetën që prej mëngjesit dhe deri rreth orës 24 kur u lanë të lirë. Këta persona po lëviznin nga Nivica drejt Salaris me 2 automjetet e tyre. Sipas dëshmimeve të pranishmëve, udhëtimi i tyre u ndal befas pasi dikush u ka prerë rrugën, çka mund të vërtetohet edhe nga mënyra e lënies së makinave në kthes pozicionit tyre. Një ndalim i befasishëm që policia e ka lidhur me daljen e agresorit drejt 2 automjeteve, sipas dëshmitarëve. Goma e makinës është qarë nga një plumb rikoshet, por gëzhojat nuk janë gjendur akoma, pasi kanë dëgjuar 2 të shtëna paralajmëruese. Sipas tyre, agresori pa mundur për t'u identifikuar për shkak të errësirës ka qelluar drejt makinës dhe pretendohet të ketë zbritur nga mali. Një pistë që qëndron është edhe vrasja nga shtetas të huaj që mund të kenë patur lidhje me viktimën për shkak të angazhimit të tij në Itali, hesape të vjetra për të cilën po hetohet. Mediat italiane ndërkohë bëjnë me dije se emri i tij lidhet edhe me politikën lokale në Itali përmes babait, Vittorio Sacci, figurë historike së djathtas në Luino. Vittorio kishte mbajtur poste të rëndësishme në administratën lokale, duke përfshirë rolin e asistentit për sigurinë dhe këshilltarit komunal. Sacci ishte gjithashtu nip i Augustino Nidoli, themeluesi i shoqërisë italo-shqiptare Edil Centro LTD në vitin 1996, kompani që sot drejtohet nga kushurinë e tij Antonio dhe Eduardo Nidoli. 9 milion vizitor të huaj ka pritur Shqipëria gjatë periudhës janar-gusht ose 500.000 më tepër se e njëjta periudhë e vitit kaluar. Përmes një kartoline të realizuar për ditën botërore të turizmit, Kryeministri Edi Rama përcolli disa prej bukurive nga zonat e mbrojtura. Shqipëria po të re gjithnjë më shumë turistë huaj falë Bregdetit të pacënuar, kulturës unike dhe atraksioneve natyrore. Vetëm për periudhën janar-gusht 2025, vendi ka mirëpritur rreth 9 milion vizitor të huaj, ose 500.000 më shumë se e njëjta periudhë e vitit 2024, duke konfirmuar kështu trendin rritës drejt një turizmi të qëndrueshëm e gjithvjetor. Nga Alpet te vija gjatë bregdetare, Shqipëria ofron një paketë plot turistike për çdo tipologji turistësh, ndërsa çdo vit po zgjerohet po ashtu edhe harta e vendeve nga ata vinë. Përmes një video kartoline të realizuar për ditën botërore të turizmit, Kryeministri Edi Rama përcolli disa prej bukurive nga zonat e mbrojtura, duke nisur nga majat e Alpeve, te liqenet, lagunat dhe Bregdeti magjik si një tjetër ftesë për të vizituar Shqipërinë. Vendi ynë është klasifikuar për gjatë viteve të fundit nga agjenci turistike ndërkombëtare si një nga destinacionet më interesante turistike në botë.
Shqipëria është cilësuar nga barometri i turizmit i Organizatës Botërore të Turizmit si magnet për turizmin, ndërsa renditet e para në Europë dhe në botë sa i takon rritjes së turizmit gjatë vitit 2024. Ndërkohë edhe për këtë vit vijon trendi i rritjes i numrit të turistëve të huaj që zgjedhin Shqipërinë. Të dhënat e Instatit tregojnë se 94% të huajve vijnë nga kontinenti evropian. Brenda këtij kontingjenti, Europa Jugore zë vendin kryesor me 70% të hyrjeve, duke u ndjekur nga Evropa Perëndimore dhe ajo qendrore lindore, secila me nga 11%. Prodhimi i bletëve këtë vit ka qenë mesatar për shkak të ndikimit të kushteve natyrore dhe temperaturave. Familja Osmani nga Gjirokastra me mbi 30 vite tradit në bletari vijon të mbajë gjallë këtë zanat. Edmond Osmani tregon se muaji shtator është periudha më e rëndësishme për dimërimin e bletëve, ndërsa humbja e koshereve është një sfidë e përvitshme. Aktualisht ai kujdeset për rreth 350 koshere, duke e konsideruar bletarin jo vetëm si një burim ekonomik, por edhe si trashëgimi familjare. Prodhimi i bletëve për këtë vit është vlerësuar si mesatar. Ky rezultat nuk lidhet vetëm me punën dhe përkushtimin e bletarëve, por ndikohet drejt për drejt nga natyra, kushtet atmosferike dhe ndryshimet e temperaturave. Një nga familjet që e ruan dhe e përcjell prej dekadash këtë traditë është familja Osmani në Gjirokastër. Prej mbi 30 vitesh ata merren me kujdesin dhe rritjen e bletëve, duke krijuar një përvojë të gjatë në këtë sektor. Edmond Osmani, një prej anëtarëve të familjes, rrëfen se pavarësisht sfidave që shfaqen nga viti në vit, ata e kanë tregun e siguruar për produktet e tyre. Prodhimi i bletëve për këtë vit ishte mesatar. As shumë i mirë dhe as negativ. Por prodhimi varet edhe nga natyra, se neve do bëjmë punën tona. Natyra do bëjë të saj. Temperaturat faktikisht erdhën me një në qershor, që ishte edhe kohë prodhimi të zbritën të larta, shumë. Megjithatë, si vit që mesatar. Tregun neve e kemi të garantuar sepse kemi klientët tonë, e kemi shitur sa nxjerrim mjaltin e shesim me njëherë. Ai shpjegon se muaji shtator ka një rëndësi të veçantë, pasi shërben si periudha baze përgatitjes së bletëve për dimër. Gjatë kësaj kohe bletarët duhet të jenë shumë të kujdesshëm për t'u siguruar që kosheret të jenë të forta dhe të shëndetshme. Muaji shtator është baza e dimërimit të bletës. Neve tani kontrollojmë për ushqimin, për bazën se sa ushtri ka, në një të dobët e ndihmojmë. Edhe ka nevojë për ushqim, do të vëmë ushqim se s'bën. Që ato ta minitorojmë për dimërin, sepse dimër sa do që të vëmë në ato ushqimet, se këtu vjeshta në fakt nuk është shumë për bletën. Nuk ka shumë lule në vjeshtë, për zënë bazë ushqimore. Dhe detyrojmë neve të ushqim. Të kryojmë aj sa mendojmë neve për shumë, 8-9 kg mjalë të ketë gjendje brenda, që në mars pasat jetë të dal ide fort, por të ketë diçka për të ngrënë. Edmondi pranon se humbja e disa koshereve është një dukuri e zakonshme në bletari, që ndodh pothuajse çdo vit. Për këtë arsye, gjatë verës ai është përpjekur t'i zëvendësojë në mënyrë që të ruajë sa më shumë prodhim dhe vazhdimësinë e punës. Mase ka ndikuar edhe atmosfera, edhe kjo sëmundja, kjo varatoza që varo që i thonë, faktikisht kjo na e ul numrin e bletëve, sido që luftojmë neve, na e ul numrin. Sepse ajo lind më shpejt se 7-8 ditë në krahasim me bletën që lind 20-23 ditë. Edhe ajo na i dëmton. Por neve me këto ilaçe që kanë dalë, jemi munduar t'i mbajmë. Po dhe humbje ka, po ne i zvendësojmë, gjatë beharit zvendësohen. Humbjet sepse këto do t'i shtojnë vetë, edhe e thomi ne hedhim shëmë që shtonë ushtrin, edhe kryojnë familje të reja. Sa humbje, sa koshere mund keni humbur? Gjatë dimrit. Po gjatë dimrit mund të këtë park mund të humbaz edhe 25 blet për shëmë. Po në 350 bletë, 25 është minima. Aktualisht ai ka në përkujdesje rreth 350 koshere me blet, një numër që kërkon angazhim të madh dhe përkushtim të përditshëm. Pavarësisht vështirësive që sjell ky sektor, familja Osmani vazhdon të mbajë gjallë traditën e bletarisë në Gjirokastër, duke e konsideruar atë jo vetëm një burim të ardhurash, por edhe një pasion që lidhet të ngushtë me natyrën dhe trashëgiminë familjare. Bashkia e Libohovës po vazhdon të organizojë aktivitete kulturore që synojnë të promovojnë zonën dhe të rreqin turistët huaj. Këto veprimtari japin vizitorëve mundësi të njohin nga afër zakonet, traditat dhe historinë e Libohovës, duke krijuar një përvojë unike për ta.
Bashkia e Libohovës po vijon me organizimin e aktiviteteve të ndryshme kulturore me qëllim promovimin e zonës dhe tërheqjen e turistëve të huaj. Këto nisma synojnë jo vetëm gjallërimin e jetës kulturore vendase, por edhe krijimin e një identiteti turistik që lidh traditën me zhvillimin. Sipas specialistit të kulturës Arian Çano, aktivitetet e organizuara lënë bresa të veçantë jo vetëm tek banorët vendas, por edhe tek vizitorët e huaj. Ne kemi zhvilluar disa aktivitete në sajt të turizmit, ashtu sikurse edhe vitet e kaluara kemi pas jeton natyrën që zhvillohet në Çajup, jo vetëm aktivitete brenda qytetit që ka shumë domethënë, por mundohemi që aktivitetet i shtrim gjitha zonat dhe pika turistike që të dalin në pah. Padyshim që ne vazhdojmë me kalendarin e aktiviteteve që kemi të afishuar në bashki dhe shpresojmë dhe besojmë se do të kemi të njëjtin ritëm ose dhe më mirë akoma në trend rritës. Çano shpjegon se përmes këtyre veprimtarive turistët kanë mundësi të njihen nga afër me zakonet, traditat dhe historinë e pasur të Libohovës, duke e përjetuar kulturën jo thjesht si spektator, por si pjesë e saj. Ka patur shumë interes për shkak të traditave që ne kemi, kulturës, riteve që ne zhvillojmë. Turistë sigurisht dominojnë shqiptar, por ka dhe të huaj që frekuentojnë sidomos ato pika turistike që ne i kemi shumë domethënëse, siç janë Varet Pagane, Varet e Bejlerëve, pastaj Kalaja e Shanishas, Sarajet e Mufit Beut, siç tham Kishë Labovës dhe Qeja Melanit, Kulla e Sahatit, domethënë lënë një impakt pozitiv tek turistët e huaj. Turistët e huaj shfaqin gjithnjëherë më shumë interes për të marrë pjesë në këto aktivitete, duke i konsideruar ato një përvojë unike. Për Bashkinë e Libohovës, kjo është një mundësi e rëndësishme për të promovuar vlerat kulturore dhe për të rritur numrin e vizitorëve, duke e kthyer kulturën në një urë të fortë lidhëse mes vendasve dhe të huajve. Në ditët e para të kësaj jave që po lëm pas, në Gjirokastër u mbajt edicioni 16 i filmit për fëmijë, ku ata më të mirët u përzgjodhen nga një juri profesionale. Sajmir Bajo e Afrim Spahiu, dy prej antarëve të saj, në prononcimet e dhëna janë shprehur edhe për vështirësitë që hasen sot për krijimin e një filmi të çfarëdo lloj zhanri. Festivali ndërkombëtar i filmit për fëmijë Anifest solli në Gjirokastër edhe artistë të cilët ishin pjesë e jurisë. Për mikrofonin ton ata janë shprehur edhe mbi situatën e kinematografisë shqiptare sot. Afrim Spahiu, fotograf i njohur nga Kosova, vlerëson iniciativat individuale të artistëve në prodhimin e filmave, por kjo sipas tij nuk mjafton. Fatkeqësisht jetojmë në një atmosferë, të them, amullie të çështjes konkretisht kulturës. Mua më duket sikur është dora e dytë kultura, është lënë pak pas, por për të ngritur, të them, atë vëmendjen duhet një dorë fort, të ofron mundësi dhe cilësi në zhvillimin e kësaj kulture të veçantë edhe të fëmijët, por edhe të të rriturit. Se filmi animuar nuk është i dedikuar vetëm për fëmijë. Unë mbaj mend në kohën kur kam qenë i ri shumë, jam kënaqur, jam pasuruar me gjithë ato filma të animuar që janë shfaqur në televizion, që sot nuk i shohim, nuk kanë termine të caktuara, të them kështu, të veçanta për të marrë njohuri, për të marrë realizime të reja, për të parë çka bëhet në botë. Në Kosovë, edhe në Shqipëri, nuk ka ndonjë dedikim apo zhvillim të caktuar në këtë fushë, por ka ambicje të disa, të them kështu, krijuesve në mënyrë të veçantë personale. Do ishte mirë që diçka të bëhet në një kolektivitet, në një institucion. Ky event riktheu për disa ditë në vendlindje edhe regjisorin gjirokastrit Sajmir Bajo, i cili prej vitesh jeton e punon në Çeki. Me njohjet e tij në fushën e kinematografisë, ai dëshiron ta kthejë Gjirokastër në një atelje.
Për të bërë një film artistik, qoftë film për animacioni, apo dhe film artistik, apo dokumentar, është një kohë shumë e gjatë, sepse që nga idea, deri te shkrimi i skenarit, pastaj gjetja e fondeve, realizimi, postproduksioni, pra dhe përfundimi dhe në fund fare është shfaqja dhe distribucioni, është një kohë shumë e gjatë, shumë edhe e lodhshme, po themi, sepse nuk është aq kollaj me shkruajt një ngjarje interesante, origjinale, por edhe pjesa tjetër që është akoma edhe më e vështirë është financimi dhe në fund pastaj distribucioni, pra shfaqja e filmave, shitja e tyre ose ato në festivale. Dhe në Shqipëri, domethënë si në gjithë botën, prodhohen filma të animuar, filma dokumentar, filma artistik, seriale, dhe jemi në një fazë mendoj pozitive, dhe unë me të vërtet jam shumë optimist, sepse në momentin që ndodhet Shqipëria sot, por edhe Gjirokastra si një nga qytetet më të bukura, flasim për si vend e xhirimi, si atmosferë, dhe edhe për një traditë që kemi pasur gjithmonë me filmin, sepse ta ofron vetë qyteti pamjet e tij, mendoj që është një potencial që është në zhvillim dhe duhet investuar akoma më tepër, që ky qytet, përveç se të jetë një qytet i suksesshëm, plot kulturë edhe traditë edhe civilizim, do të thoja, plus dhe turizmi që ka një zhvillim të madh sot, të jetë edhe një qytet që të kthehet në një atelje filmi. Kjo është dhe ëndra ime si regjisor që vi nga ky qytet. Pas 4 barazimeve, luftëtari shënon humbjen e parë në këtë kampionat. 1-2 ka përfunduar takimi me Ilirinë e Fushkrujës, zhvilluar të shtunën në stadiumin Gjirokastra. Ndjekim materialin e përgatitur. Luftëtari bën hap pas në shtëpi teksa është mundur 1-2 nga Iliria e Fushkrujës. Takimi i vlefshëm ky në kuadër të javës së 5 të kategorisë së parë. Bluzinjtë nisën takimin me raste të mira shënimi të konkretizuara në gol në minutën e 20. Pas zhvillimit të një goditje dënimi, topi i kryesuar në shtyllën e dytë pingule të portierit Gjika përfundon në rjet fal kërcimit elegant me kokë të tunit. Kur pritej që pjesa e parë të mbyllej në avantazh të luftëtarit, janë miq që barazojnë në minutën e 45 me Santiago Selmanin. Mungesa e përqendrimit në mbrojtje si dhe pakujdesia e portierit Mamadov vendos baraspeshën në fund të pjesës së parë. E dyta ka nisur me epërsinë e Ilirisë, e cila pas shumë rasteve ka gjetur golin e dytë me protagonist Griselikën, ishi bluzinjve ndëshkon luftëtarin mes gjuajtjes brenda zonës së reptësisë. Luftëtari në pjesën e dytë nuk shfaqi asgjë nga vetja e tij, duke mbyllur takimin me humbje që djeg shumë për vetë objektivin që gjirokastritët kanë këtë sezon futbollistik. Java e 6 e gjen luftëtarin në transfertën e Ferrit. Në këto momente juftoj të ndiqni materialin e zgjeruar ku mjekja Vjollca Koko flet mbi rëndësinë e aparaturës së Deksa, e cila tashmë është bërë pjesë e Spitalit Rajonal të Gjirokastrës. Në Spitalin Rajonal Omer Nishani është vendosur në funksion aparatura Deksa. Ky shërbim i shtuar në përmirësim të shëndetit të banorëve jugor shihet mjaft i rëndësishëm nga mjekja reumatologe Vjollca Koko për të mbajtur në kontroll shëndetin e skeletit të trupit ton, i cili luan rol në shëndetin e përgjithshëm të gjithsecilit. Ajo jo vetëm që bën matjen e densitetit kockor në mes edhe në të dy artikulacionet koksofemorale, që e gjithë diagnoza sipas organizatës botërore të shëndetësisë mbështeten në këto rezultate të mesit e të artikulacionet koksofemorale, ajo ka edhe një gamë edhe më të madhe përveç këtyre, se mund të ketë një person që mund të ketë thyer dorën, që mund të ketë thyer këmbën, që jep edhe matje rajonale, periferike. Jo vetëm këto aksialet që vën vullën e diagnozës, dhe është një aparatur që do na ndihmoj shumë në punën tonë të përditshme, sepse ne të gjithë plakemi.
të gjithë çdo ditë të rritemi, çdo ditë dhe është e domosdoshme që të dim densitetin e kockës që ne kemi, sepse ka disa norma që nuk duhen të kaluar, që nuk duhet ulet, qoftë edhe për njerëzit normal, që është pasojë e moshës, është pasojë e mënyrës së ushqyerit ose mënyrës së ushtruarit, të aktivitetit fizik që bën, por është shumë e domosdoshme që duhet ka dy matje, që një që është me popullsinë adulte, se si jeti me të gjithë adultët e rinj, po rezultati tjetër është se si jeti rezultatet e tua me sipas seksit, sipas gjinit, sipas moshës, sipas dhe këto dy të dhëna janë shumë të rëndësishme në matjen e densitetit kockor. Ajo që do të thoja unë, që kjo është një matje jo vetëm e rëndësishme për të gjithë njerëzit që janë normal, sepse duhet të dim, tani ne rregullojmë pamjen e jashtme, mos dim pamjen e brendshme se ku jemi, dhe është e rëndësishme sidomos edhe për cëmurët që kanë mjekime të gjata, flasin për cëmurët diabetik që kanë sëmundje inflamatore, flasin për cëmurët me tension që marrin ilaçe kohë gjata, po ne flasim dhe për gjithë ata që abuzojnë me duhan, që abuzojnë me alkool, ose gjithë ata që nuk ushtrohen fizikisht, të gjithë obezët, të gjithë personat që kanë të domosdoshme. Unë në profesionin tim që jam mjeke reumatologe, e kam shumë të domosdoshme edhe për pacientët e mi që marrin kortizon, që marrin medikamente të tjera, që marrin shumë gjëra kërkojnë shumë gjëra nga kocka dhe e dobësojnë atë. Ne e dim që skeleti na mban në këmbë, po duhet ta forcojmë edhe që t'ja dim gjendjen në të cilën është për të përmirësuar jo vetëm se nëpërmjet përmirësimit të shëndetit të skeletit, ne përmirësojmë shëndetin tonë të përgjithshëm. Mënyra se si shërben ai organeve të tjera që u jep me bollok natrium, kalium, kalcium, veshkave, jep zëmrës, i plotson të gjitha nevojat që ka organizmi. Kjo aparatur bashkohore do t'u nevojitet në punën e tyre jo vetëm mjekëve reumatolog. Më përpara të sëmurët anë, sepse dhe në shërbimin e QSUT-s nuk ishte, ky i dërgonin privatisht, që të venin për klinikat private, për të bërë diagnozën, se sidomos sëmurët që marrin kortizon e kanë shumë të domosdoshme. Tani ne kemi organizuar që nga shtatori filloi që të funksionoj në spitalin tonë, se kushti ishte me leje, edhe nga shtatori filloi dhe ne kemi të organizuar në një mënyrë të tillë që një javë do t'jap përgjigjet unë, edhe një javë do t'japi kolegja ime, dhe një javë përsëri unë, një javë ajo, sepse të sëmurët mund të dërgohen nga mjekët e lagjeve nëpërmjet sistemit të referimit, por ky është një shëndeti skeletal intereson edhe endokrinologëve, u intereson edhe ortopedëve, u intereson për të gjitha moshat që ata kanë. Kështu që kjo aparatur do jetë në shërbim jo vetëm të shërbimit të reumatologjisë, ne do japim ndihmën tonë për interpretimin edhe për dhënien e medikamenteve, po ajo do jetë një ndihmë e madhe për gjithë shërbimet që ne kemi, për ginekologët që japim mjekime me hormone, do jetë për endokrinologët, do jetë për ortopedët, po do jetë për gjithë mjekët që i kanë të sëmurët në mjekime me kortizon, me medikamente që dobësojnë strukturën dhe densitetin kockor. Po, në qoftë se flasim për njerëz të shëndetshëm, që nuk kanë probleme, që nga ç'mosh duhet të nisë kontrolli i densitetit? Kontrolli duhet fillojë që nga mosha 50 vjeç. 50 vjeç për femrat, 40-45, sepse hormonet në këtë periudhë pësojnë uljen e tyre fiziologjike, po edhe meshkujt. Në moshën 60, është aparatur shumë e domosdoshme. Nuk është luks të bësh një deksa, nuk është luks fare, është shikon se ku je me shëndetin tënd. Sa herë rekomandohet kjo? Për të sëmurët që ne do t'i kemi në kontroll, do bëhet çdo një vit, sepse do krahasohen, kemi përmirësim skemi, se dhe jo të gjitha medikamentet përgjigjja është individuale, por njerëzit normal, po e bën një herë në 2-3 vjet, boll që ta kenë normal.
Po unë besoj se kjo aparatur do t'i shërbej shumë komunitetit dhe unë do t'jap kontributin tim në interpretimin dhe në dhënien e medikamenteve që një pjesë e madhe tyre janë të rimbursueshme. Me çfarë medikamentesh mund të themi ne japim shëndet kockave tona? Mungon kjo edukata për shëndetin. Të gjithë njerëzit duhet të dinë që me ikjen e moshës bien rezervat që ka organizmi me kalcium, me natrium, me klor, me fosfor, po këto janë ato shtyllat që mbajnë skeletin. Edhe nëse ne na dobësohen, atëre siç bie një pallat, atëre edhe një këmbë thyet, edhe një gjë shumë e vogël e bën shumë të hollë kockën dhe një gjë shumë e vogël që në një njeri normal nuk do t'jepte asnjë pasojë, në një njeri që ka densitetin kockor të ulët do bëj frakturë. Dhe për të parandaluar këto dhe për të patur një mirëqenie, sepse sa më mirë kocka, aq më mirë gjithë shëndeti. Ne kujdesemi për flokët, kujdesemi për thonjt, kujdesemi për lëkurën. Duhet kujdesemi çik për veten tonë brenda, për kockën, për si e kemi, në ç'ndje është ajo, dhe t'i përgjigjemi të gjitha nevojave. Ne këtu në poliklinik bëjmë edhe matjen e mineraleve, natrium, kalium, klor, fosfor, magnezium, sepse njerëzit vetëm edhe marrin këto shtesat ushqimore, po shtesat ushqimore duhet merren pasi të kesh bërë analizat. Të dish se sa e ke nivelin dhe të dish se ku do harish. Se nëse nuk ke mangësi, s'ke pse merr. S'ke pse merr sepse ato gjërat me tepric bëjnë dëm. Unë shikojmë që një vitamin D merret direkt në farmaci. Nuk është normale. Atë do bëjmë matjen, do vi këtu që të dimë se sa do ta vemi, sepse çdo gjë me tepric ka dhe dëmet e tyre negative. Ashtu siç është një mangësi, ashtu është edhe një me negative është edhe një tepric. Sa të përhapura janë këto problematikat me kockat në rajonin tonë? Unë, t'ju them të vërtetën, deri tani kam qenë fokusuar në të sëmurë që unë mjekoj, që mjekoj me kortizon, sepse edhe një njeri, kur nuk është aparatura, nuk vjen. Dhe unë kam patur të sëmurët e mi, por ato janë ekzaminime që kushtojnë. Të vesh vit për vit, ta bësh privatisht, në një kohë që je invalid, në një kohë që ilacin e merr rimbursim nga shteti. Unë them se kjo është një arritje që duhet përshëndetur, edhe që duhet falenderuar, edhe që duhet përdorur për të mirën e komunitetit që të ndjejmë dobinë e tij në shëndetin tonë. Me rikonstruksionin e godinës, Spitali Gjirokastrës pret të pajiset me të tjera aparatura në shërbime të ndryshme të cilat do të lehtësojnë bluzat e bardha në diagnostikimin e sëmundjeve të ndryshme, për të cilat pacientët i drejtohen kryeqytetit apo dhe klinikave private. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në rreth Gjirokastra. Ndahemi bashkë në Rrugë Kopshit.